serioziteti që krijon me njerëzit, momentin që e thyen atë seriozitetin tënd dhe ke një kukull me vete. Pra, për ty nuk është problem kjo kukull. E kemi pa reagime, kemi edhe këtë në studio, kemi pa reagime të shumta, jo vetëm në Kosovë, për gjithandej, rreth kukullës Labubu. Pse sipas jush kjo kukull është e dur qoftë për fëmijët, apo edhe për adoleshentët, apo edhe për të rriturit? Pse nuk paraqet problem? Për mua, para se të jetë një kukull, mund të jetë një simbol uniteti, për arsye se kur shumë njerëz bashkohen me një ide që kjo gjë është e bukur, atëherë bën bashkë shumë njerëz, ne ndihemi më shumë sikur përshtatemi me njëri tjetrin, edhe për mua është e durë për të vetmen arsye sepse bën shumë njerëz me të njëjtin mendim, nesër mund të jetë një kukull tjetër apo diçka tjetër. Mua thjesht më pëlqen bashkësia që na ofron. Do thotë, sipas jush pëlqen që ky trend po i afron pak a shumë njerëzit? Po i afron jo vetëm njerëzit, po arrin që të afron edhe të njiturit apo fëmijët, adoleshentët, me një moshë pak më të madhe, se ne shikojmë fëmijë që realisht as nuk marrin tendencën që të flasin të rriturve apo qoftë edhe bashkëfushatarëve të vet, kurse nëse kjo bëhet një arsye që ne të komunikojmë më shumë me njëri tjetrin, për mua është diçka e bukur, se edhe fëmijët duhet ta dinë që të mëdhejt nuk janë as sa armiq, as sa njerëz që nuk i kuptojnë, po që në fund ditës edhe ne kemi qenë një fëmijë, edhe ne kemi atë fëmijë brenda vetes, edhe nëse kjo kukull ja u bën pak më të dukshme atyre, atëherë për mua është diçka shumë e bukur. Sot thash mund të jetë kjo, nesër mund të jetë një tjetër. Ka qenë dhe më para Hello Kitty dhe shumë kukulla tjera që nuk kanë pas një kuptim, por thjesht për afërsinë që i krijon njerëzve, besoj që ja vlen. Problemi nuk është problemi të kukulla fix. Për shembull, e përmendë shumë mirë Hello Kitty përpara, kemi pa shumë kanë luajtur me Barbie ose me Superman ose me Spider-Man. Problemi është ata kanë përfaqësuar diçka të bukur. Problemi i kësaj kukulle është që po duket shumë e vogël, diçka me sy të mëdha, dhëm të mërat, a krijon kjo diçka të frikë ose ankth të fëmijët. A mund të falen? Ato kanë qenë edhe këto kukullat Huggy Wuggy edhe lodra tjera që realisht kanë pas pamje të frikshme, po për sa kohë se fëmia e percepton gjën ashtu siç e di ai, siç e shikojmë ne. Mia shpesh i percepton gjërat se i ka dikush tjetër, nuk e mendon hiç më tutje. Në fakt se është dhe Anabel kukulla e famshme që ndoshta është e frikshme dhe i frigon edhe të rriturit, po të paktën ajo që po thotë Loriku është që ato janë personazhe të ndonjë filmi, kurse këto Labubut vetëm janë krijuar një trend pse e ka Rihanna, Kim Kardashian, Dua Lipa e të tjerat, dhe pastaj po emitohet nga të tjerët, e ka trendi edhe deri tek ne që shumë kush po quajnë frikshme të inspiruar nga pamja e djallit. Unë mendoj që më mirë që janë influencuar kur vjen puna ke kukullat, se Rihanna dhe shumë artistë tjerë po influencojnë më shumë të përkeq. Kështu që nëse tani po influencojnë ke kukullat, duhet të themi shqyr për këtë pjesë. Por që gjithsesi unë me sa kam vënë re, më shumë vin nga kjo kultura koreane, dhe janë këto artistat e K-pop, që janë Blackpink, artistat atillë, edhe ato gjithmonë i kanë influencuar fëmijët, madje tani kanë edhe lodra me imazhet e atyre. Kështu që besoj në fundit ato që e duan si lodër mund ta kenë një arsye mbrapa asaj, apo një origjinë nga vjen. Patë diçka të shtonit, Adlie? Doja të bëja diferencimin mes imazheve të lodrave të kaluara, që fëmijët i kanë pranuar dhe kanë luajtur dhe janë kënaqur me to, kanë krijuar emocione me to, lidhen nëpërmjet vlerave, pikpamjes të imagjinatës që kanë krijuar për ndërtimin e tyre. Ndërsa kjo lojra e pazakont, me një fytyrë të trishtuar, me disa dhëmbë të cilet fatkeqësisht të fëmijët, të cilet janë në zhvillim me sipër, domethënë një ndjeshmërinë gjatë kohës zhvillimit emocional, mund të ndikojë jashtëzakonisht edhe nga pamja frikë. Dhe pastaj edhe nëse informatën e merr sikur sot që kanë kyçet e teknologjisë gjithë llojet e fazave të fëmijëve, atëherë edhe rrëfimi negativ nëse marrin edhe më shumë mund të çojë të drejtojë fëmijën drejt një rregullimi ankthi. Ajo që duhet të cek që shumë e rëndësishme për me kuptuar që fëmijët sot këto lojra ose këtë figurë nuk të pranojnë për me lutë që kanë luajtur me Spider-Man ose me Hello Kitty, po për mu tregu i famshëm prani, nuk është esenca e njëjtë. Vetëm ta nuk më intereson nëse marrin të rriturit. Edhe Hello Kitty është baraz e njëjtë sikurse me Labubu, nuk është karakter, nuk është personazh, fëmijët e kanë pranuar për lojë, edhe kanë luajtur me to. Qysh po e pranojnë Labubu? Jo është e njëjta. Vetëm Hello Kitty duket më e ëmbël, më e bukur, Labubu duket më e frikshme. Të njëjta janë, sa i përket trendit unë po flas, janë të njëjta. Mirë, rrëfimet edhe përcaktimet e këtij imazhi të Hello Kittyt
nuk e di që ka pas ndonjëherë ndonjë rrëfim shumë negativ. Gjithë që ka qenë ambele dhe pranueshme pozitive. Ajo që kolegja në fjalë që përkundrazi si pasoj mendimi saj që respektoj, por asesi nuk pajtohem, sepse unë kam frikë që imazhi i fëmijëve nëse e normalizojmë, e sensibilizojmë emocionin e fëmijët, më do krejt normal një diçka që është e shëmtuar, e frikshme, atëherë ne drejt për drejt e kemi dëmtuar funksionin e gjykimit e mira dhe keqja. Kjo gjë shkakton më vonë një rrezik shumë të lartë të fëmijët, të cilët kanë rreziqe nëpërmjet kur e perceptojnë një shikim të shtrembëruar, një dhëmb të friksuar, që nuk do të ketë mundësinë të mbrohet për njerëzve real të cilët qesin mundësi të kenë rreziqe. Pra, një lidhje shumë e qartë, nëse nëse ka akuzuar në njëri, automatikisht s'ka me ditë mu vetë mbrojtë se e normalizon, e sensibilizon këtë ndjenje. Shumë e qartë. Patëm reagim? Thjesht do të thoja që po, edhe keni drejtë, se absolutisht, sidomos kur vjen puna ke psikologjia, çdo këndvështrim është shumë i rëndësishëm, sepse fëmijët sidomos janë shumë komplekse dhe nuk mund të kemi një definicion fikse pse kështu apo pse ashtu. Por unë mendoj që ndoshta fëmijët dhe duhet mësohen dhe me imazhe pak më ndryshe, se në fund ditës këto ide çfarë është e mirë, çfarë është e keqe janë ato që na kanë sjell bullizmin edhe shumë gjëra tjera. Dhe unë mendoj që fëmijët duhet mësohen jo vetëm të duan atë që është më e bukur, po edhe duan diçka tjetër. Pastaj ne kemi tani